duhet ta shkëlqisim në 3 pikpamje apo në 3 dimensione. Në njërin anë kemi të bëjmë me një shoqëri historike ruse, pra Rio në shkurtesë, e cila është themeluar nga Akademia e Shkencave Ruse. Udhëheqësi i saj është drejtori i shërbimit inteligjent të jashtëm, pra kemi të bëjmë këtë me pjesën e FSB-s ruse, pra drejtori Sergej Nareshenko, pra i cili është në listën e zyrtarit të Bashkuara të Amerikës në 2014 sa përket luftës në Ukrainë dhe veprimet e tij atje. Volini është takuar me të gjatë 2023-2024, madje edhe në shkurt të 2025, pra dikon para 4 muajve, dhe tani më kemi të bëjmë këtë me një deklarim i cili ju kujtohet para më pak se 1 muaj, ku shërbimi i jashtëm rus atakon drejt për drejt politikën aktuale të Beogradit zyrtar, madje domethënë e godet Aleksandr Vučić pikërisht atë ku ai s'e ka pritur fare se do të goditet, si një nga sponsorët kryesorë që përmes industrisë ushtarake të tij të mbrojtjes financon elementin ushtarak ukrainas përmes palëve të treta. Këtë sekret publik ta quajmë në thojza, ishte rikthyer si një fakturë për Aleksandr Vučić dhe la jashtë konceptit shtetformues institucional të politikës e Beogradit zyrtar Volinin. Prandaj për të kundërvi e dha këtë deklarim dhe këtë mesazh edhe unë po pajtohem me ambasadorin që doktrina ruse, nacionalizmi rus, kisha ortodokse ruse, kisha ortodokse serbe, janë segmente të jetë rëndësishme njëra me tjetrën, dhe këto segmente njëra me tjetrën krijojnë atë bazamentin e nacionalizmit rus brenda konceptit politik formues shoqëror të Serbisë, dhe mbi këtë element, Volini tani më ka por mundësinë optimale dhe opcionale që afrimi i tij me Moskën zyrtare tani në një pozicion në kuadër të elementit organizatës ruse, ti jep mesazh Vučićit që ai partë nuk mund të mbijetojë në konceptin e udhëheqjes së shtetit të Serbisë. Pra është presion edhe shantazh i hapur. Pikërisht është presion dhe shantazh i hapur, sepse përmes kësaj forme Volini dëshiron të ripozicionohet si një element dhe një playmaker të rëndësishëm të elementit dhe sentimentit nacionalist serb për të kundërvyer përmes elementit të shërbimit të jashtëm të Rusisë, sepse GRU-ja është elementi ushtarak, por ne kemi patur edhe disa ndryshime që kanë ndodhur në konceptin ushtarak të Serbisë përmes emërimeve të reja, tentativës së Aleksandr Vučić të ndryshojë elementin rus nga elementi ushtarak, por edhe ndryshime që ndodhin janë vetëm për ndryshime vizuale për faktorin ndërkombëtar perëndimor si gjëja, unë elementin rus jam duke larguar nga udhëheqja ushtarake, që në fakt doktrina shtetërore, doktrina ushtarake e Serbisë është doktrinë ruse. Në anën tjetër goditur nga FSB-ja përmes Aleksandr Volinit, dhe elementi krucial është tentativa e Vučićit që ta mbajë vetveten në një pozicion duke parafruar, madje duke ftuar në hetimin që ka ndodhur që përket në muajin mars të atij operacioni të goditjes së protestuesve përmes një mjeti luftarak të elektroshokit në kuptimin e zërit. Pra, janë disa segmente të rëndësishme që dëshmojnë që Serbia është krijuar dhe është duke u qëndruar në një proksi drejt për drejt të Moskës zyrtare, jo vetëm në aspektin politik, po e një referon në aspektet të sigurisë. Segmentet e ushtarake të saja tani me planin 5000, ndryshimet që janë duke ndodhur janë një kërcim real dhe faktik për sigurinë kolektive të Ballkanit Perëndimor, respektivisht për Kosovën, sepse edhe direktiva që ka ardhur nga takimi në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shtetit të Serbisë para 3 javë, të cilën Mojsilović, generali shefi i shtabit të ushtrisë serbe, potencoi ne do të qëndrojmë për krah popullit tonë në Kosovë dhe në Republikën Serbska. Në këtë mes ju shihni do dikun i cili edhe zat kësaj periudhe është në Sankt Petersburg duke parafruar një politikë agresive kundër faktorit evropian brenda Bosnjës, anën tjetër Volini, sepse potentohen që përmes ndryshimeve të mundshme apo rrëzimit të Aleksandr Vučić nga froni i tij mbretëror kriminal, që të rizavendësohen përmes elementit nacionalist
doktrinar rus dhe kështu të arrihet që vazhdoj politika destruktive dhe mundësisë së hapjes së derës apo një kutie të Pandorës të mundësive ruse në ballkonin perëndimor, respektivisht në Evropë.